Kulturë, Njomza Imeri Ismaili, edhe sonte patëm koncertin e fundit, që ishte një koncert madhështor me ansamblin, bashkëpunim, apo jo Njomza? Po, ishte një bashkëpunim shumë i pritshëm për qytetin e Tetovës, në Qendrën për Kulturë, ansambli shtetëror i këngëve dhe valleve popullore shqiptare. Sonte Tetova me të vërtet ka qenë në fest dhe nuk e dim orën e saktë kur do mbaroj kjo fest sonte. Po, dhe kaloi gjithçka bukur? Po, ishte gjithçka në një nivel shumë të lartë, performancat ishin të mrekullueshme. Ashtu si që meriton Tetova? Ashtu, po, në bazë të duart trokitjeve nga publiku, mendoj që ka qenë gjithçka në një nivel shumë të lartë. Okej, atëherë merit është e juaja, si Qendër për Kulturë, dhe po ashtu bashkëpunimi që keni me ansamblin e këngëve dhe valleve. Po, patjetër, tani çdo sukses nuk bëhet vetëm, domethënë bashkëpunimi ka qenë i mrekullueshëm me ansamblin, me drejtorin Jetmir Rexhepi, falenderoj që e vendosën në qytetin e Tetovës të performojnë për publikun tetovar, edhe pse kemi pasur mysafir të qyteteve të ndryshme, dhe kjo ka qenë një mrekulli e veçantë kjo natë e sonshme. Ju urojmë shumë suksese dhe bashkëpunimet e reja. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Jetmir, jemi në fund të mbrëmjes, të cilën e ke pasur me shumë stres, ama kaloi gjithçka shumë bukur. Po, gjume. A je lodha, po? Jemi lodha. A lodhesh ma shumë kur këndon vetë, apo kur performon stafi yt në ske? Në fakt, kur këndoj vetë, nuk lodhem hiq, se jam shumë i vetë, nuk ka nevojë të bëj stres. Nuk e barën e gjithëve. Kurse këto kom shumë barë, shumë mbikryje kom njerëz, shumë pyetje, shumë përgjigje duhet t'jap, megjithatë dul një natë shumë e begatshme, shumë e mirë, shumë në rrjedhshëm ka shku komplet programi. Komentet pozitive, a? Ne falenderoj pikës pari, falenderoj drejtoreshën Njomzën të Pallatit të Kulturës që na mundsoi që të bëjmë një bashkëpunim të ndërsjellët. Njëkohësisht falenderoj Besarta Murtezani, e cila është përkujdesur me përpikshmëri për çdo artist, për këngëtarët, bisedoj. Njëkohësisht edhe falenderoj shumë për shkëlqim Jahiu, i cili është zgjedhur si udhëheqës i orkestrit, që kanë punu në çdo detaj me këngët. Njëkohësisht falenderoj shumë Taxhedin Sinanin, edhe Adil Zenelin, i cili kanë punu me çdo valltar një nga një. Njëkohësisht falenderoj edhe ty, që ke qenë çdo hap me ne. Pjesë ansamblit. Pjesë ansamblit dhe je pjesë ansamblit. Është e lodhshme. Gëzim Ali Mehmetin kemi haruar ta përshëndesim. Ali Mehmetin e përshëndesim, i cili ka bëm Vallën e Rexhës. Ishte enka sonte special të na nderoje me... Pra kishim dy valle premier, njërën në Gostivar, ishte kjo Dasma e Rexhës. Dasma e Rexhës dhe pjesa tjetër që ishte sonte premiera përfundimtare e këtij programit vjetor që ishte për vitin 2025, ishte Rrezet e Shkupit nga koreografi Fadil Zemeli. Diçka për fund ta urosh stafin? Për fund, që jemi në fund vitit, në fund të angazhimeve? Gjithëve festat e fund vitit, kënë shëndet, gëzim familjar, edhe gjitha të mirat në jetë. Ne ju urojmë shumë suksese edhe frymëzime të reja. Respekt dhe juve që keni qenë çdo hap me ne. Faleminderit.
Pas mbarimit të koncertit sonte, ku pjesë e koncertit kanë qenë dhe vëllezërit Sejdiu, që unë gjithmonë them që janë një pasuri kombëtare, edhe si kaluam sonte, sipas jush, si na priti publiku? Pa, unë dhe se sonte kaluam shumë mirë dhe këtë që kaluam sonte nuk e kam pritur, të thëmë drejten, nga se u pa vetë publiku, do me thënë salla e stërmbushur, dhe për ne si artist, kur salla në shumë të tillë, ne jemi më të kënaqur dhe kjo nuk përshkruhet fare. Do me thënë sonte kemi kaluar për mrekulli, shkëlqishëm. Edhe besoj që e ndishni punën e ansamblit, po edhe vetë keni qenë kësaj radhe pjesë e ansamblit. Po. Një ansambl që në kohën tuaj ka munguar ose jo? Po, në kohën tonë ka munguar shumë bile ne jemi shumë krenar, bile jemi edhe më krenar që marim pjesë në disa koncerte me këtë ansambl shtetëror. Edhe këngët tuaja gjithmonë i pret publiku me shumë dashuri, apo jo? Po, sigurisht, sepse këngët tona ne kultivojmë me vërtet këngët autoktone të vendit tonë dhe një ansamblit i mungurit këto këngë. Dhe për fund, çfarë do kishe dashur ti uroje gjithë pjesëtarët e ansamblit, gjithë adhuruesit e muzikës përgjithësi? Unë ju kisha uruar suksese, ashtu si që i kanë të sukses dhe të sukseset të rriten në të ardhmen edhe më shumë. Sepse një ansambl shtetëror na ka munguar dhe tani që i kemi në dorë nuk duhet që ta lëshojmë, por duhet ta forcojmë edhe më tepër. Pra të hes vetëm përpara dhe sukses. Plus e keni një vendas aty, bashkëvendas. Po, sigurisht kemi një bashkëvendas aty dhe është diçka pak më mirë për ne. Edhe për ju dyer qel gjithmonë. Jo, po, kjo është një shaka sepse edhe në qoftë se jemi bashkëvendas ne përsërit njëjtën këngë e kultivojmë. Po, ne jemi bashkëvend. Jemi një familje, po. Jemi të një gjuhe apo jo, të një gjak. Faleminderit shumë edhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe unë ju uroj juve shumë suksese dhe më vjen shumë mirë që i ndjekni këto evenimente, këto manifestime dhe ju dëshiroj suksese edhe më të larta. Faleminderit. Faleminderit. Riati ka qenë në grupin e valleve të ansamblit edhe sigurisht kanë kërcyer shumë fort. U lodhët sonte? Po, ishte një koncert bagi i lodhët. Edhe si arrini të menaxhoni të vishni të veshje të reja për vallën tjetër? Përbes kjo fitohet me përvojë. Është vërtet, është vështirë shumë e vështirë. Unë jo ngam pa mbas skene ç'a bëjshit ju. Po. Është vështirë, por me përvojë arrin gjithçka. Besoj që ju tashmë keni një përvojë. Performuat sa valle sonte? 3? 3, po. Një ishte premier. Po. Edhe si u pritën sipas teje? Publika begi mire priti premierën, është një valle kogja e lodhshme. Cila e lodhshme? Të trija më duket lodhshme. Të trijat, po kjo e reja diçka edhe pak edhe më e gjatë është. Edhe pak më shumë kondicion, pra po flasim për vallën Rrezet e Shkupit, apo me koreografi të Fadil Zenelit. Ashtu. Është një vallë e re me motive të ndryshme të Shkupit. Është e lodhshme, begi e lodhshme. Ne si vallëtar ne ndjejmë lodhësinë brenda, po te publiku nuk e di si. A ju si e mbani kondicionin ju vallëtarët? Kondicioni arrihet vetëm me punë, duke punuar pa ndërprer. Aha. Edhe çfarë do t'ju uroje të gjithë pjesëtarët e ansamblit me që po e mbyllim këtë vit për vitin e ardhshëm? Ky vit ishte ekstrem shumë i ngarkuar. Fillojmë nga janar në Jordan, në Çeki, në Ibiza, Danimark, festën e nëntorit, pastaj ishim në Turqi, përsëri këtu në Tetov. Ishte e përlodhshëm, shpresoj viti 2026 të jetë edhe më i lodhshëm. Në kuptimin e mirë të fjalës. Po. Që edhe njëkohësisht po dhe audiencët të ketë që të shiqojë dhe të ndjejë nga ana jonë. Faleminderit shumë, të urojmë suksese. Faleminderit gjithashtu.